A është i mallkuara ai që masturbon? Nuk ka argumente fetare të sakta që flasin këtë formë për masturbimin. Masturbimi është fenomen i cili kundërshtohet fetarisht për arsye domethënë më tepër janë normalisht të gjitha janë fetare, por ka aspekt psiqik domethënë te. Edhe aspekt social. Kuptimin që se masturbimi tek i riu dhe tek e reja mund të shndrohet në një zëvendësim të martesës. Sidomos nëse bëhet mani. Edhe në rrethonat tona kur lakurisia dhe mungesa e turbit janë në mënyrë ekstreme të pranishme në shoqëritë tona, atëherë masturbimi vjen si pasojë e asaj. Edhe bëhet si dukuri e vazhdueshme, e cila pastaj shndrohet në mani, në smundje, edhe shndrohet faktikisht në smundje tjetër pa nevojshmëri për martesë. Edhe normalisht dëmtohet shoqëria me këtë fenomen. Për këtë shkak edhe këtu dëshesha e lakpamësia e fesë, detyria absolute e Zotit, i cili kur flet domethënë për besimtarin e devotshëm, banorin e xhenetit, tregon domethënë se ata që mbrojnë nderin e vet dhe organet e tyre dhe i shfrytëzojnë vetëm me ata që kanë kuror. Ndjenjat, emocionet e tyre domethënë të epshit i shfryjnë me palën që kanë kuror, domethënë mashkulli me gruan e vet, femra me burrin e vet. Dhe ata që kërkojnë të shfryjnë epshin e tyre jashtë kësaj kornize, fa ulaik humul adun, thotë Allah, ata janë kalues të kufive, domethënë janë kundërvajtës. Se kanë kalu kufi që ka caktuar Zoti. Andaj kjo nevojë që ekziston tek mashkulli, tek femra, ka një rrugë, në cilën rrugë mund ta përmbushësh këtë nevojë. Ajo është martesa. Dhe ai që mundohet jashtë martesës të përmbushë këtë nevojë është kundërvajtës. Domethënë e ka kalu kufirin që ka caktuar Zoti për ta përmbushur këtë nevojë që ka secili mashkull dhe secili femër. Ky është ajet dhe ka pastaj qëndrime të ulemave. Nuk ka asnjë hadith të saktë që flet kundër masturbimit. Dhe pra është i mallkum, nuk qëndron domethënë si argument fetar. A është vepër ndaluar? Është vepër ndaluar. Është ndaluar për shkak kësaj këtij sharrimi që tentova ta jap domethënë kuptimin se kur feja të ndalon masturbimin, domethënë të nxit dhe të motivon të martohesh. Edhe argumentet fetare për motivim për martesë janë shumë. O ju rini, kush ka për ju e mundësi të martohet. Sepse ajo për të është mburoj. Edhe në anën tjetër e mbron shoqërinë nga të gjitha manifestimet e përdaljes, në kuptimin domethënë edhe të meshkujt edhe të vajzat. Sepse na jemi dëshmitar nga komunikimi që kemi me shoqërinë se turpi dhe epshi, mungesa e turpit dhe prania e epshit janë mënyrë ekstreme të pranishme në mesin e rinisë. Kështu që edhe te na, bilëm edhe disa shkrime gazetareske tregojnë se përqindja e adoleshentëve që kanë pas përvojë marrëdhënieve intime është në rritje sipër. Marrëdhënie intime domthonë në kohën e adoleshencës, por në shkollën e mesme edhe para martesës normalisht. E kjo do të më qenë alarmuese, do të më qenë problematike, sepse ajo e prish atë shëndetin moral të një shoqërie. Dhe nëse shtohet numri i atyre që kanë marrëdhënie intime jashtë martesore në kohën e adoleshencës, ajo lere që krijon në raporte jo stabile, raporte në mungesë të besimit mes partnerëve të jetës bashkëtorë, plus e ndihmon vazhdimin e tradhtisë, sepse kthehen kujtimet e vjetra. Çdo pakënaqësi në jetën bashkëtorë tentohet të kompenzohet me tradhti. Qoftë nga ana e djalit, qoftë nga ana e vajzës. Edhe kjo krijon domosdoshmë e vazhdon problemin. E mos flasim pastaj shtatzanit në tradhti, mos flasim domosdoshmë lindjet e fëmijëve domosdoshmë që vijnë nga tradhtia. Aspekti psikologjik i vajzës që bën tradhti ose djalit që bën tradhti, fëmijët që vinë nga një martesë me kësaj lloj kombinimesh domosdoshmë ose kësaj lloj akuzash të ndërsjellta mes tyre, krijon një situatë shumë jo stabile sociale dhe psikologjike. Dhe për këtë shkak duhet na të gjithë të ndihmojmë
për martesë sa më të hershme, normalisht pasi që të pjekën kushtet, edhe ato emocionale, edhe ato intelektuale, edhe ato të pasionit të epshit, edhe ato ekonomike, por jo të vënohen e të arritë mund vot martesën mas, për shembull, 27-8 vjetëve për vajzën, 29, 30, 32, 3, 4, 5, 6, edhe për gjendë dhe për vajzët. Kjo vonesë ekstreme e martesave, para krijon në mungesë të natalitetit, që për shembull vajza që martohet mas 30 vjetëve mund të ketë një apo dy lindje, më shumë e ka vështirë me të shtazon, sepse mosha domethënë është pengesë në akomodimin e saj me shtatzanin. Sepse shtatzania është një situatë që krijon ndryshime fizike tek femra. Edhe ato ndryshime fizike gjatë shtatzanis edhe lindjes, edhe pas shtatzanis janë shumë ekstreme, që shumë ma let i përballon një vajzë e re, edhe shumë ma vështirë i përballon një vajzë e moshume, ose një femër e moshume. Dhe për këtë shkak kur kemi vonesat martesa, do kemi edhe numër të vogël të fëmijëve. Kjo ndikon automatikisht edhe në strategjinë e zhvillimit të një populli. Faktikisht kemi natalitet zvogëlum ose kemi mortalitet theksum. Edhe kjo bëhet problem pastaj që ka nevojë akademitë e shkencave të mira, me të sikur se mirën për shembull të Nën Maqedoni. Dhe për mos më ndodh këtë kjo, do tash i kthehemi përsëri, masturbimi është njëra, tash dikush ka thonë, a ketë masturbimi? Nuk lidhet këtë masturbimi. Po njëra prej shkaqeve që e krijojnë këtë devijim të vazhdueshëm në botkuptimin e rinisë son, në lidhje me martesën është edhe masturbimi. Tash komunikimi masiv që ndodh, mungesa e ballafaqimit në komunikim që e largon turpin, se shemo kur shifën sy në sy, turpi pak i pengon njerëzit me bë veprime të gabuara, ama kur ka e ki kompjuterin mes teje dhe të palës tjetër, ajo e pengon domethënë praninë e turpit, edhe pastaj bombardimi me skena erotike, me skena pornografike, domethënë qofshin ato videoklipe ose domethënë imazhe, fotografi, që edhe fëmijët më të vegjël sot domethënë ballafaqohen me ato skena erotike agresive, domethënë që janë të stërmbushura filma të ndryshme që janë të pranishme vazhdimisht 24 orë në programet televizive tona, këtë krijojnë domethënë një deformim mental në lidhje me këtë çështje, ku masturbimi domethënë pastaj është një prej themina, kushtimisht ta përdorja termin e xillon, nuk e di tash në gjuhën shqipe bashkë e thuhet asaj, shfryrje e gjithë atij tensionit epshor që akumulohet te ai, edhe s'ka qysh e shfrin, ose ka zinon, ose ka masturbimin, edhe bëhet masturbimi zakonisht në formë më e lehtë, më pa pasoja, e zgjidhjes së këtij tensionit akumuluar, mirë po krijon pasoja të tjera pastaj.